Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rreshjet e dendura të shiut prej natës në Lezhë kanë krijuar probleme në disa zona. Sistemi i kanalizimeve në qytet nuk ka arritur që të përballojë sasinë e madhe të prurjeve, duke sjellë vërshim në bllokun e banimit 11 janarit të lagjes Beslidja. Niveli i ujit arriti deri në 40 cm. Gjithashtu kanali i urave të larta në Zadrim përmbyti disa hektar tokë bujqësore në zonën e Kallmetit. Përmbytje raportohen edhe në Gjormë dhe Zhej. Problematike situata paraqitet edhe në Fushkruj, kryesisht në fshatrat Bilaj, Murqin dhe Mallkuc. Në Vlorë, po ashtu era e fortë ka rrëzuar disa pemë në zonën e Skelës dhe Pyllin e Sodës, ndërkohë prej më shumë se 3 orë gjysmë, trageti i linjës Brindisi-Vlorë nuk ka mundur dot të ankorohet për shkak të erave të fortave dhe dallgëve të larta. Probleme me energjinë elektrike raportohen dhe në Fier për shkak të erës së fortë. Zonat e prekura janë në stacioni Poçemit në Mallakastër, fideri i Matkës në Raskovec, në Mbrostar dhe Gorishov. Situata meteorologjike në Shqipëri paraqitet të qetë pa probleme serioze në nivel kombëtar, raporton Ministria e Mbrojtjes. Konfirmohet për ndërprerje të energjisë elektrike në Lezhë dhe Fusharës. Në Lezhë, ndërprerja u shkaktua pas rrëzimit të një peme në aksin Lezhë-Shëngjin, e cila dëmtoi linjat elektrike, ndërsa në Fusharës problematikat me energjinë u shkaktuan nga era e fortë. Në qarkun e Shkodrës, rreshjet intensive dëmtuan segmentin rrugor Breg Lumitheth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbeten të bllokuar. Fal ndërhyrjes, evakuimi i tyre u krye me sukses. Në bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin u rrëzua një pemë e cila dëmtoi linjat elektrike dhe ndërpreu energjinë. Në qarqet e tjera të vendit nuk raportohen problematika nga moti. Shërbimi meteorologjik ushtarak në Shqipëri parashikon që në 24 orët të ardhshme priten rreshje të erpashershme me intensitet të ulët deri në mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit rreshje të shumta priten dhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Parashikohet mjegull dhe shikueshmëri e reduktuar në zonat luginore. Nisur nga moti i keq me rreshje të dendura, shiu dhe stuje që ka përfshirë disa zona të vendit, policia e shtetit shtoi praninë e shërbimeve policore dhe apelon për qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë me automjete, motomjete apo në këmbë. Strukturat shtetërore raportohet se janë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast që paraqet rrezik për përdoruesit e rrugës dhe për banorët në zonat ku është parashikuar që të ketë rreshje të dendura shiu. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile janë në gatishmëri të plotë në koordinim me strukturat për përballimin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Ju lutemi banorëve të zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore. Në çdo rast nevoje, thirrjet ndaj qytetarëve është të telefonojnë në numrin pa pagesë 112. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pjesët e Kosovës po përballen me përmbytje. Rreshjet u intensifikuan të hënën në mbrëmje duke detyruar kryeqytetin Prishtinë të anullojnë mësimin e ditës së martë. Drejtoria e arsimit në Prishtinë njoftoi prindërit se mësimi është anulluar si mas parandaluese, ndërkohë kompania rajonale ujësjellësit Prishtina paralajmëroi të martën se ekziston rreziku i shtuar për vështrime në zonat e ulta dhe pranë lumenjve gjatë ditës. Ajo bëri tjerë qytetarëve të shmangin lëvizjet pranë lumenjve dhe kanaleve të ujrave. Agjencia Menaxhimit Emergjent në Kosovë kërkoi qytetarëve të kenë kujdes gjatë qarkullimit dhe të shmangin zonat me rrezik vërshimesh. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi se vendi do të përballet me rreshje shiu në ditën e vijim, ku në disa zona pritet të jenë në intensitet të lartë. Kosova është përballur me përmbytje vitet e fundit, të cilat kanë shkaktuar kryesisht dëme materiale. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërve të lumenjve si pasojë e nxjerrjeve të palishme të zhavorit kontribuon shumë në përmbytjen e zonave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.